Mirëmbrëma shikues të dashur të Kosova Gjë Podcast. Faleminderit që keni vendosur edhe këtë të enjte të na besoni neve me rrëfimet tona, cilat kryesisht, siç ju kemi treguar në fillim, lidhen me fushën e burimeve njerëzore. Për mos më ja u marr juve kohën me hulumtu kush janë njerëzit që po e bëjnë fushën e burimeve njerëzore në Kosovë, çështë kanë zhvilluar këtë fushë dhe çështë na sot kemi shembuj shumë të suksesshëm që tregojnë jo vetëm për historitë e suksesit, por edhe për sfidat e çështë i kanë përkthyer ato në motivim që sot më na i rrëfysët në Kosova Gjë Podcast. Unë kam ftuar një prej njerëzve më të rëndësishëm të fushës së gjarit në Kosovë, e që është Abdul Kerim Radkoceli, që ndryshe na e thirrim edhe Kerimi. Edhe sot po duam të drejtohemi si Kerimi. Faleminderit që erdhe sot, dhe faleminderit që je gjithmonë pjesë e projekteve të Kosova Gjë. Faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi me qenë në këto eventet e juve që organizoni edhe në këto podcast dhe çfarë do organizimi që keni, sepse unë kam potencuar edhe me një event që unë bajt në sallën e kuqe, Dark Side of HR, ku pak si në shaka kom përmend edhe Arionin, që kontributin që po e jepni si Kosova Gjë në ta quaj me ngrit zonën e burimeve njerëzore në Kosovë, me kuptu vlerën përgjithësi, me të vërtetë e keni bënë punë shkëlqyeshme, vjen mirë që kemi një bashkëpunim të tillë me juve. Pa njerëz si ju nuk kishim pas asa zona me ngrit, edhe është edhe për neve shumë kënaqësi që kemi gjithmonë gatishmëri për bashkëpunim, edhe me ju tregu edhe pak edhe tjerëve se çfarë nën kupton. Kjo fushë ju jeni me nuk e potencova, ju jeni drejtues i burimeve njerëzore dhe administratës në Meridian Corporation. Po më intereson me ditë çka keni studiu, cilat rrugë ju kanë dërguar të fusha e burimeve njerëzore? Kjo është një histori interesante, sepse unë personalisht një gjatë i ri nuk e kisha menduar kur që kisha më marrë me burimet njerëzore. Tash tu i bisedu me ju dhe kene me ubina ta se qka po thamë. Si një djali i ri, ku fillova studime në fakultetin ekonomik, qëllat edhe i kom përfundume. I kom pas dy pasione njëtë, ka qenë basketbolli edhe një ekonomist ose një biznesmen me u thesh një biznes. Këtu tanrat e trive që janë, që kanë qef me orientu vetën, me një karrierë caktume. Basketbolli për fat keq nuk eci sepse ishte periudha ku kushtoj ma shumë rëndësi lojtarëve të huaj e kështu me radhë, nuk investoj shumë në lojtarët vendor, periudha pas luftës e tjera. Që fokusova në studime. Puna ime parë dhe profesionale ka qenë në Procredit Bank, ku u bona pjesë e bankës në departamentin e administratës me digital archive, arkiva digitale, ka qenë një projekt i madh, cilin banka dojnë me realizu në kuadër të procesit të sajtë brendshme, edhe me i pas dokumentet, me i kërku me disa printere, kanë qenë DocuShare, me gjithë dokumentet me lekë shumë e radhë. Një projekt i tillë nuk e di për çfarë arsye nuk u realizu, ndoshta ishte pak çështje kostove tjera kështu me radhë, dhe tash kur e përmendam fillim pak si çesharaka me çujt mirë, po kur u hapa e pozit, shumicën e njerëzve burimet njerëzore nuk është që i kum njoh shumë për pas departamentit që kum e shku me në shkru kontratën, sepse isha i ri, edhe ata që e qesin rrugën. Qështu ka si komunikimi ose dhe ata që ti japin letrat më shkon shpe. Letrat më shkon shpe, aty që duhet me u friksu, e kështu me radhë, sepse si i ri nuk i ke pas informatet. Aplikova edhe mu dha mundësia si një i ri që me fillu prej një pozitës të asistentit burimeve njerëzore. Mirë po unë mendoj që sa përket karrierës tema i ka qenë vendimi më i mirë, atë që jam shumë i kënaqur sepse prej atij vendimi po bëhen për që një 17 vite që jam fushën e burimeve njerëzore, që e kom gjetë vetëm, dhe që po arrim me kontribu në industrinë ndryshme se ku kam qenë prezent. Pas suksesit punës edhe trajnimit dhe përkrajës dhe menaxhmentit dhe burimin njerëzore në Procredit, IPCO Telecommunication atë kohë është formu, edhe pata mundësinë që me e shku si një i ri, tash kisha nevojë më zhvillu më shumë karrierë, njohuri të reja kështu me radhë në kompani ndryshme. Ishte kjo një mundësi e mirë.
u kyqa në IPO Telecommunication. 6 vite do në ku unë kom mësu dhe gëzë jam zhvillu profesionalisht është IPO Telecommunication. Trajnimet e ndryshme, investimet që janë bo në staf përgjithësi, ka qenë organizim mjaft i mirë dhe me Slovent, si part që pjesë e Telekom Slovenia Group. Shkun 6 vite shpejt në IPCO. Kur kalon mirë vitet shkojnë shumë shpejt. Kanë kalu shumë shpejt mirë, po prapë po thëmë, ajo entuziazmi dhe që njeri më shprovu me sfida ma treja, me mujtë me kontribu diçka ma shumë, njohërit që a i kido, me transmitu edhe në industri tjera, jam shtyu që unë më interesu pak edhe në industri tjera. Ishte një mundësi e mirë, për mes një kompani headhunter që më kanë kontaktu, Meridian Corporation. Po flasë për të periud para 10 viteve. Ka po flasë tash, po më duke që me qenë dje. Ishte ajo eksperjenca 6 vite, ku e kini komoditet me një kompani dhe kalën shumë mirë dhe kemë mësu shumë gjana. Tash isha me sasaj, jam pak ma i ri, mirë po me marri vendim, me qenë me pozit ma udhëhetse, me një biznes, me një industri tjetër, ki pak hezitimin nga njerë. Mirë po vendosa me u bo pjesë asaj. Nuk e kisha mendu kur që prej një ndryshimit të industrisë, më falë. Po më intereson me ditë se shumë njerëz kanë dilema kështu kur i ndrojnë punë, sa të ka zgjatë që ajo periudha derisa ke vendosë për me ndru industrinë, për me ndru punën. Nashta jo krejtësisht industrinë, po kompaninë. Periudha për me ndru, për me marrë vendimin. Për me marrë vendimin. Se njerëzit kur qëndrojnë gjatë 6 vjetë janë familiarizohesh, nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë, sepse ti në farë forme si një pjesë një familje, edhe po ndash për një rutinë cilën ke kalu shumë mirë, për bonanën tjetër, njeri ka nevojë gjithmonë më sfidu me diçka. Ma të madhe, me kontribu pak ma shumë, edhe ajo ishte dhe një dilemë cilën e kalova për një muj, kogja ka qenë e vështirë, mirë po e mora vendimin dhe del ku del. Apo kupton, nuk ishte e vetëm ta quaj ashtu del ku del, po i bona ato analizat që... Matematikat. Apo kupton, matematikat që të qunë. Bona analizat edhe parë që, është koha, do në ndërmarrë një hap, do në edhe ngritës karrierë, po dhe zhvillimet ma të qeshë me një industri të re. Tash, prej sistemit bankar, në telekomunikim edhe mandej në retail. Ishe një 3 muaj gëgja sfidus, sepse ishte komplet një botë kuptim tjetër. Kjo industri në retail, wholesale, kështu me radhë, është një turnover rate në rjetën e marketit, në kështu me radhë që nuk jem mësu në industri tjera me pas. Ka qenë gëgja sfidus, që mirë po knasia ma mirë është që kur pronarët u thesë të kompanisë, bordi, drejtarë kështu me radhë, kanë vizionin edhe dojnë me përkra burimet njëzor, atë është dëgjash ma letë. Ata më kanë letësu mu jetën të quj ashtu dhe edhe profesionin për cilin unë jam i thirun edhe detyrën që e kam, sepse me vizionin e tyne, me praktikat më të mira, me strategjit që i kemi bo bashkë, i kemi diskutuar, kemi arritë dhe po flasëm për një periudhë dhe veçare. Nëse ndalim tani me i pasi çka kemi bo, nëse i shtjellojmë, e vrejnë që ka qenë knatësia zakonshme, po thash, jeta është më e lehtë, detyrat janë më të lehta përderisa ki një udhëheqje vizionare, cilat përkra çdo hap, edhe normalisht që i kushtojnë rëndësi zhvillimit, motivimit stafit tyre. Të jep kompetencat në rolin e burimeve njerëzore, sepse shpesh kompanit krijojnë departamente ose njerëz të fushës së burimeve njerëzore dhe mandej ata persona do të çdo vendim me u konsultu ose fjalën e fundit gjithmonë me pas pronari. Qysh është kjo te jo Meridian? Kjo është e kundërta. Do një jeti ai që duhet me analizu, me bo strategji, me prezentu edhe thjesht me thonë që kjo është më e mira edhe me i bind me analizat e mirë firta që një gjatë atil ti si profesional ki me bo, jo me prit ata me e miratu për arsyes ti me prit me donë ata direktiva, sepse ti e në të fush, ti ja spjegon, ti ja sharon që burime njerëzore, do nësë ju dhec me ekipën tane,
Do në ti e bën strategjin ku ati do anë stafi ka me qenë, për pronarin ka me qenë motivum, ka me qenë të trajnum. Kemi bo politika ndryshme, strategji ndryshme të benefite, pagese, kështu me radhë që është një win-win situation. Kështu që kjo është një knaci kur I ki edhe kompetenca dhe me marrë vendime kështu me radhë. Cilat janë disa prej praktikave që këto 10 vjet I keni implementuar dhe që ja u keni pa hajrin në një farë forme? Po, nëse kisha me përmend diçka më specifike, është kemi pas, si ta quj, projekte, programe zhvillimit brendshme, vlen me përmend një ndër më kryesore që ka qenë është CMP, është Certified Management Program ku menaxher, më falni se kuar tëft. Menaxher ndryshëm janë ftu edhe për një periudhë 6 muajore kanë bajt trajnime të ndryshme. Janë ofru që fush financa fshitës I kështu me radhë, kanë pas standarde që duhet me arrit, edhe në krahas asaj janë certifiku për pozita më të larta ku ndoshta prej niveleve të menaxherave të pikave kanë arrit menaxhera rajonal. Kemi edhe raste kur edhe ka pasur drejtor shitës në gjatë tillë. Mirë po, ajo që tash marrin që me ka qenë që është investu shumë, një za shumë madhë në bugjetin e kompanisë. Të burimet e zori është çështja e trajnimit stafit, çështja e zhvillimit, motivimit, politika, benefiteve, gjatë që është shumë më mirë. Plenë me përmend shumë për shembull për shkak që saj punët mirë, saj që në praktika dhe përkrahjes me trajnime, me politika të benefiteve, e tjera me strategji ndryshme në Meridian Corporation. Po flasëm që kemi njerëz që punojnë 30 vite, kemi njerëz që punojnë 20 vite, 15, shumë pak gjende që janë në 10 vite. Kjo tregon që është një balans I punës edhe jetës, work-life balance, një kënaqësi, një motivim që njerëz nuk e ndrojnë vendin e punës, sepse kanë gjetë një komoditet dhe një rahati të jetës tyne profesionale edhe më zhvillu për njëkohësisht me u kompenzu, që me pas një jetë sa më të mirë. Disa njerëz që ndrojnë vendet kompanisë për shkak se e gjejnë rahatin, e disa tjerë për shkak se kompania I sfidon gjithkohën edhe e shohin vendin e punës si atraktiv. Çka keni bërë ju për këta njerëz 30 vjet që me I bind që me qëndru besnik vend të tyre të punës, a është ndonjëherë kjo edhe dëmshme? Me qëndru qatë gjatë, apo që shësheni ju këtë relacion? Dëgjoj tash, nëse bazohesh në holumtime ndryshme, disa holumtime potencojnë që është dëmshme, qëndrimi shumë gjatë, varet për cilit kanë vështrim e shë. Nëse shë për këndvështrimit individual personit dhe zhvillimit, ndoshta është dëmshme sepse mbetet për quj gjatë me një pozit. Mirë po, nëse e shepe një këndvështrimit tjetër, ajo I bjen që është zhvillu një realitet shumë I mirë, se të dy palët në të knaqëna. Mirë, po kjo nuk do të sepse të napsi ka ndodhë kjo nuk është, pse ata kanë gjetë një komoditet dhe kanë metë. Mirë, po janë sfidu që e përmendë dhe ti me sfida ndryshme, po krasë asaj dhe janë ngritë dhe në pozita ndryshme. Është ai orientimi I brendshëm karrierë ku fillojnë për një pozitë më të vogël, mandej kalojnë promovon, senior, kështu me radhë, ndoshta në pozita menaxheriale të tjera. Kështu që këto gjëra kanë bërë që ata me gjetë vetën edhe me vazhdu, kanë qenë lojal dhe të motivuar, që është shumë e mirë nëse e shep I këtij këndvështrimi. E çka po flasim me që keni punojnë që 30 vite, sa ka ndryshu mënyra e rekrutimit me ma herët me tash, edhe çka kërkojnë sa të punojnë si të ri? Mënyra e rekrutimit është dallimi nata me ditën, nëse flasim edhe për një periudhë 10 vjeçare, s'po flasëm për 30 vjet. Është shumë interesante që e vren në ditët e sotme, shumë jam I bindur që edhe ju si Kosova Job me rekrutim mirëni, interesimi I trive, seriozitetin shumë raste për aplikim pozita dallon dukshëm me konat tona më herët. Ndoshta për shkak të ndryshimeve të mëdha teknologjike kështu me radhë, ka ndoshta edhe interesimi I pozitave ndryshme, cilët ata nuk e gjejnë veten. Edhe në intervista sheh një lloj
si ta quaj, një lloj mos interesimi, një lloj mos serioziteti, mos definimi të ardhmës tyne në karrierë se çka po dojnë me bo. E kjo mendoj që është si pasojë ndoshta që e kom përmend dhe ndo vende tjera që kjo fillon prej familjes, edhe në shkollim me tutje më kështu me radhë që në Kosovë gjithmonë ka dominu, nuk ka tallë me këtu, duhet me pa sa më shumë me dalë diku jashtë me punu. Jo, fryma pesimiste. Fryma pesimiste që dominant që kjo duhet menaj që duhet me punu shumë mas pare në shkolla, në universitete kështu me radhë që me bo me dje që këtu ka hapësirë, ka karrierë, mos me nënvlerësu periudat internshipit, praktikav, sepse ne kemi shumë raste që pe praktikav që i kemi marrë në periuda 3 mujore kështu me radhë, kemi njerë shumë dalu në pozita shumë të hecë në kompani. S'po flasësh për tu, për disa kompani tjera që kanë apliku një gjatë tjilë. Që një orientim, një besim ma shumë që në Kosovë mundet, ka vende pune, ka karrierë, mundesh me gritë mirë, po ajo varet edhe për te, për interesimit tënë. Në ata që me besu ma shumë, me investu ma shumë në vetën tënde edhe me gjetë vetën në profilin cilën te e synën. Tash që po e vrej gjenerata Z që po i themi, nuk kanë edhe nuk rezistojnë shumë në një vend punës shumë gjatë për shkak se shohin tregun shumë të hapur, shumë mundësi. A mendon që po na dëmton ky eksperimentimi shumë me vendet e punës ose ajo mosbindja ose mos të i kalimi problemeve zgjidhja e parë e la punën, e ndroj vendin e punës. Kjo është pak edhe apo forme vetdijes. Një strategji pak edhe psikologjike, sepse gjeneratës gjithë është po dush pak edhe me ju përshtatë dhe me ditë dhe qasën si që ki me ta. Jo domosdoshmërisht ata kanë me lanë punën nëse ti keme pas një qasje cila domosdoshmërisht ka ma arrit një sukses për 2 palët. Është ta ma herët qasja ka qenë ndryshe me gjeneratat të reja para se me shu ti bëni biset pak më ndryshe, orienton e shet që e ka një talë me kështu me radhë, edhe e gjeni zgjidhje. Po shumë varet në aspekt psikologjik qasje që kime pas. Nëse ma heret për quj kushtimisht, para shumë vite, ka qenë një qasje ma, ma komuniste, ma rigoroze, stash është ajo qasja moderne, ku ti nuk e shema punëtorin në të fonë mirë, po e shenë në ata që një bashkëpunëtor të anë, një njeri që po të ndimon mu zhvillu edhe ty si udhet si kompanisë, mirë për në anën tjetër edhe vetën e vetë, kështu që ka fërsia, socializimet, investimet e shëndetit mendore kështu me radhë. Këto do anë përbojnë ata që qasë do anë me qenë sa më afërt dhe po ki rezultat dhe po ki sukses, nuk irritohen njerëz këtë aspekt. Pra vetëm për gjithë ata që ankohen këtë fushë vetëm do të me gjetë formulën. Është definitivisht me gjetë formulën qasjen. Qasjen. Pra nuk mundemi me vazhdu më me qasjen e njej që shke vazhdu me punajnës. Nëse ke vazhdu më arët, sepse na po flasëm unë personalisht një qasje t'il, apo edhe shumë profesionist burime njëzore që një generatës time për të kolegë homolog mi qujtë ashtu, nuk është që kam pas një qasje t'il dhe kam, po unë po flasë ndështë për disa biznese ma të vogla, cilët po ballafaqohen me munges të pozitav, stafi ndryshme është që dështë ne qasje e ndryshme, ne investim ma shumë staf, ne parafrem, ne do këshillime ma ndryshme, do mënyra tjera, do strategji tjera kanë me afru. Beson, kur i trajton si pjesë e familjes. Ndoshta unë du me përmend, po një ndër faktorët edhe kyç në Meridian, që njerëz që ndrojnë është qaj që edhe ndin vetëm pak si pjesë e familjes, jo pak, po ndin kogja shumë pjesë e familjes. Je kyç gojën procese, je kini rahatit që edhe me pronartë i forsi, me disa antar familjes, shumë raste. Besoni ndoshta që ajo është edhe po flasëm për 10 vite që jam aty. Në disa artikuj që në bajmë edhe artikuj edukus, shpesh edhe ky termi familje, ka njerë shihet edhe si dëmshëm kompani, po që shëshini ju, që shë keni apliku? Unë nuk e shët dëmshëm për kundrazi nëse shohim konceptin e familjes, se shohim që është një diçka shumë e vlerë, dhe njerëz brenda familjes mundet me pas probleme dhe keq kuptim, po në fund është family.
është familje dhe është diçka që që nuk i ku i qanë edhe. Nuk është ajo nuk i ku i qanë, po janë përbashkët me qëllime të përbashkëta dhe që në fund do anë punojnë për një shënim me arrit përbashkët, për një sukses përbashkët. Që nuk e shoh dëmshëm, përkundrazi e shoh që secili njeri njihet më komod kur e konsideron veten si pjesë e familjes. Po kupton. Normal që në familje ka probleme baba me djalë, burri me gru, po në fund pajtohen. Kupton. Po qëllimi është doan që pajtohen. Sa është kryesisht patëm 30 vite kur i keni pyet ndoshta për motivet, cilat kanë qenë ato motivet kryesore pse njerëzit kanë preferuar me qëndru në Meridian? Po ajo varet domthon tash nëse i krahason gjeneratat me gjenerata kështu mirë, po gjithmonë do në trajtimi i punëtorëve, zbatimi i politikave të mira, zbatimi i ligjit punës, unë ende çuditëm në Kosovë, që ende ndëgjoj tema mos respektimit ligjit punës, që është diçka bazike, sepse ti nuk je ka dëmton kur gjë punëtorin që e ki, je ka dëmton vetveten, qoftë në emën brendit tën, qoftë në emën të asaj që thjesht je ka e largon. Një ndër faktorë që dhe me majt njerëz tash që po lidhë tema me temën, është sa më shumë që respektojnë ligjin dhe drejtat e punëtorëve, ata kanë me qenë më lojal, dhe kanë më afru më shumë. Unë ende çuditëm që kur ndëgjoj raste të tilla, unë ende çuditëm ndoshta në gjana bazike në pushime vjetore, që mos flas për pushimet leonis, po flas gjithmonë për disa kushtimesh biznese më të vogla, sepse korporatat e mëdha nuk kanë investuar burime në zonë, nuk kanë të lashe të tilla. Mirë po, kjo është ti sa më shumë që respekton drejtat e punëtorëve, një gjatë që na e bojmë këtë praktikë që sa atëherë ajo ka më të pru rezultate më të mira, për disa ti e respekton, ka më të respektu. Kjo gjithmonë do në ligji tërheqës diçka të mirë, ki me marrë të mirë. Kështu më radhë. Zakonisht po flasim për rekrutimin edhe për mbajtjen e punonjësve, po si i përjetoni ju largimet e punonjësve apo kur vjen puna me largu dikën nga puna, e pata një mysafire artën, e ata kur e kom largu personin e parë nga puna kom shku në toalet dhe kom qajt, edhe ma ka bo shefi, nëse qanë unë ty kom të largu për i pune, që është qëndran në këtë relacion? Artën e përmene me artën kom punu 6 vite në IPCO, e përshëndes. E përshëndesim edhe na. është pjesa ku na burime në zorë, njerëz që mirë është pjesa ma pa dëshirueshme. Sepse knaci për neve është kur në bazë buxhetimit dhe planifikimit bojmë për me rekrutu dikën, për me punësu dikën, edhe për me ndjek mrapa, me orientrime ndryshme në karrierë, me trajnime kështu më që me u zhvillu. Mirë, po kur vjen ajo pjesë e largimit, është diçka që është tepër irrituese për ne, është diçka që nuk shumë pas qef kur me bo. Mirë, po kjo pak dallon për rastit në rast. Këtu, edhe pse është e dhimbshme, unë e kom përmendur në HR Dark Side, ka raste kur i punësori bën gabime të pafalshme. Tash duhet me bëhet, po, duhet me largu, sepse duhet me dhanë një mesazh që gjana të tilla shkelet randa nuk lejon, qoftë vjedhje, qoftë ngasmim seksual, qofshim gjana ndryshme. Mirë po edhe të performanca, vleqimet performancës. Nëse një punëtor është i shkëlqyshëm fillim, po me kalimin e kohës, performanca i bjen, rezultatet i bin, nuk shfaq interesim, edhe pse ka potencial, ja ofron trajnimet, ja ofron gjitha mundësit që ai me u zhvillu, ai nuk e shfaq një interesim tillë, atëherë janë ato politikat që marrë një vrejtje me shkrem, një që kemi përmend është një ullje në pozit nëse është e nevojshme. Mirë, po praktika për më ullë pozit është, nëse më pyet mu për eksperiencës, ma mirë është me përfundu se sa me ullë dikën pozit. Se ajo veç e shkatron kretë. Është degradim. Edhe që mirë po kjo varet për rasën. Mirë po asnjëherë, qoftë edhe këto rastet ekstreme që e përmena, nuk është e lehtë kur jep një vendim dikujt dhe thonë nuk je në pjesë e kompanisë. Nuk është e lehtë. Nuk është diçka që nuk dojmë me bëhe, nuk kem qef që kur mos më ballafaqo. Mundohemi edhe më të mirën e vogël me nxjerr pe kolegëve tonë që mos me marrë dritaja mirë, po ka raste që ti duhesh sepse ajo është për të mirën e gjithë, sepse
ki të tjerë që kontribojnë, ki të tjerë që nuk i shkelin rregullat e kështu me radhë, kështu që duhet. Po ndonjëherë edhe është e mirë për shkak se jep një mësim direkt edhe vetë personit që nuk mundesh me të liru vazhdimisht, apo në anën tjetër e diskutuam edhe me Artën, i bën edhe një farë nderi për shkak se ai mundet mos më përshtat me atë kulturë të kompanisë, po mundet më përshtat me një ambient tjetër të punës ose me një industri tjetër. Absolut, ndoshta është shumë e vërtet i ndihmon sepse përderisa nuk e ka gjetur ndoshta veten sa profesion fillimisht e ka bo mirë, po ndoshta në ndërkohë nuk e ka gjetur, nuk është ambientu se çka është prit, atë ndoshta po është e vërtet se ndihmon edhe me një vend tjetër. E kështu me radhë, ndoshta e pjek më nëse me boç ato gabime. Apo kupton, është një mesazh që se bën më një gabim tillë e kështu me radhë, kështu që gjithmonë ka një dobi të mirë edhe në këto vendime që duken të hidhura. Më tregu që keni punu në industri ndryshme, në banka, në telekom edhe tash këto në Meridian, cilat janë pak a shumë dallimet specifika që ke mujt me i has, a dallojnë pak këto industri nga njëra tjetra, apo mënyra se si punojnë, si funksionojnë njerëzit? A dallon kjo nga fusha në fush apo? Dëgjoj, këtu tash industria vetë fakti që është sistem bankar, sistem telekomunikimi edhe retail këto dallimet janë faktin që në banka janë më strikt, më rigorës në aspekt dhe politika, procedura, kodit veshjes janë pak më duken me pas një shpërfaqje më serioze. Në industri tjera po është një tolerancë pak më e madhe në këtë aspekt, sepse edhe kohat moderne pe imponojnë një gjatë tjilë që me ju përshtat pak edhe në një njësa ma rahat, mos më ngushtu fort me kostume, kështu më radhë. Po dallojnë mirë, po koncepti në fund është kthehemi te që njerëz më uni komod edhe me kryu një punë mirë edhe me uni mirë që janë pjesë në industrie ku ata e kanë gjetur vetëm. A mendon që fleksibiliteti sot në kohën veç mas Covidit na ndihmon më shumë apo? Kur e thon fleksibilitetin çfarë aspekti? Fleksibilitetin ndoshta në lirinë e orarit, në lirinë e absolut po vetë fakti që jo është mundsu në disa kategorive ndryshme pozitave dhe natyra punës që me punu 2 ditë shpejt, 3 ditë në zyre, kështu normalisht që kjo e ka lecu dhe i ka motivu dhe njerëzit. Në Covid do që i pat disa shumë të këshia, një kosisht e sjellë dhe një praktik të rejtë në mënyrën se si mundet me u punu në rastet caktuar. Me që po flasim jeni që 17 vjetë në këtë industri, edhe unë e di që përveç punës ju jeni vazhdimisht në diskutime edhe me kompanitë të tjera edhe me mënyrën se si funksionon, cila mendon që është sfida kryesore momentalisht që i kemi si biznese, si kompani, si shoqëri në fushën e ngjarjet, e që duhet me punu pak më shumë për me të i kalu sot? E përmendëm edhe më herët, sfidat më kryesore po janë me përshtatshmërinë e gjeneratave që e tham, edhe të kandidatë më dhanë edhe plotësimin e pritshmërive të tyre krahas mundësive që i ki dhe krahas politika brendshme që i ki si kompani në strukturat e brendshme. Këto e sfida po po ballafaqohemi me migrim. Liberalizimi i vizave ishte një vrullje dhe asaj që njerëz me dal pak dhe me provu jetën jashtë. Unë po besoj që shumë biznese në ballafaqu me daljen, mirë po unë kisha me përmend raste të ne në Meridian. Kemi pas njerëz që kanë dalë dhe më besoni që ka qenë rast që më 7 ditë është kthyer një person. Nuk po duhem potencu pozitin apo diçka, thjesht nuk është më njëjtë që ka qenë dallimi migrimi me shku me një vend, me punu dikon, ai dallimi të hyra në Kosovë me të hyra që janë në Bashkimin Evropian. Kosta e jetës është rritë, kosta e qiras, kom pas rast që ka thonë personi në fjallë, shumë a mirë me ato pare që i kom marrë tu për më kanë afer familjes tem dhe i kom vizitu, se sa atje kom punu 12 orë, tatimet ato qirat dhe në fond që më ka me të kërgjë. Matematikisht, nina shumë a mirë vendin tem, edhe jam shumë mirë dhe përdu me të regu dhe shumë tjerëve që nuk është aqe lehtë. Varet është edhe për profile shumë e radhë, apo përtan mirë, po
Kjo do të tregon që njerëzit janë ballafaqu kompanitë, sfidat kanë qenë me biznese, masnej edhe fokusi pak i rinis, është ka IT-a do të teknologjia informative, ka shku dhe ndej, nështë edhe kjo pak e ka shpërfaq që mungesën për profilet ndryshme. Mirë po neve këtë problem, kur patëm fillu edhe ma herit me shfaq mungesat në profilet ndryshme, na patëm kriju përmenda programe dhe akademinë brendshme ku kemi marrë njerëz, i kemi trajnu edhe i kemi përgadit, ne kemi bo një farë para përgaditjes që në rast se plani A, personat caktuar nuk janë personat e përgatitur që i kemi trajnu. Kështu që një ide shumë e mirë edhe për gjitha kompanitë. Absolut po, sepse dush me qenë i gatshëm në raste të tilla. Ju e dini, në Kosovë kemi pas raste ku nuk e di biznesi sak, po mbrana natës e ka mbyll fabrika, po çka ka qenë që komplet e kanë lanë dhe kanë shku dikon jashtë, nuk e di, e kom dëgjuar lajme, s'e di tash saktë, s'po du më thellu më shumë, po. Kështu që do të mi pas të plan të rezerva, masnej succession planning që se di në Kosovë, disa përdorin, disa jo, po pozitë caktuar kur shkon, është dikush në nivel më i lartë që mbulon çat pozitë në nivel më poshtë, mi para përgatitje mos më mbetësh me thonë s'është persona do kryejmë kjo është shumë më rëndësishme. Çdo është roli i burimeve njerëzore bashkëpunim me menaxhmentin e kompanisë, më para përgatitje mos më ndodh surprizat në raste të caktuara. Që ndodh. Po pra një strategji shumë e mirë e burimeve njerëzore e që faktikisht jo shumë e praktikojnë është më përgatit gjithmonë për surprizat. Kom pa shumë kompani që një person e ka një pozitë goxha të rëndësishme jetike edhe nuk ka njerëz që mundet me zaventsu. Ajo mandej bëhet e vështirë edhe për vetë personin, qoftë edhe kur shkon në pushime vjetore, për shkak se gjithmonë do të më përpjek milion gjëra si gati, mu angazhu edhe prej është shumë e rëndësishme me jap që të këshill që njerëzit me përgatit edhe. Absolut, kjo është diçka që na do po flas për Meridian aktualisht ku jam Meridian. Na në këtë aspekt investojmë në përgatitje më shumë, sepse nuk i dihet talë më skur. Mirë po është kjo sharing knowledge, dhe menaxhmenti njën edhe më rahat kur e ka një person, sepse vetë fakti me shku në pushim, si një udhëhec, mos me qenë rahat, nuk është e lehtë. Kur e din që i ki edhe dikon që të zaventson, është shumë ma lehtë me shku edhe me u knaqë në pushim. Kështu që kjo është një diçka që menoj që dush me pas parasysh në strategjinë e zhvillimit stafit që me dhënë mundësi sepse edhe ngritë dhe motivimin e njerëzve kur i mësona me njohuri të reja dhe që janë para përgatitur. Si në ushtri, pe ndroj pak teme mirë, po rezervista që rrinë, edhe lartë shof lufta me qeni, ftojnë, hajde nëse ka ndodhur një gjatë ishë, që menaj që du të më përgatit edhe në aspekt profesional me u ballafaqu me këtë situatë. A mendon që a jemi të hapur na si profesionista me nda gjithë ato që ka di me tjerët, shpesh njerëzit janë të rezervuar me japat receptin, atë zanatin dikuj tjetër? Unë mendoj që kjo është shumë e lehtë, mënyra strategji të organizimit, të lu në rol shumë burimet njerëzore, socializimet, afërsit, edhe aktivitetet që bëhen me socializuar me lidh. Socializimi është që nështë ta ezitojnë fillim, po me kalimin e kohës e kupton edhe persone që po dënë me dhanë një orinë të tjertë që është në favortina kështë më rakështu që absolut zgjidhet letë kjo punë, veç du të me qenë vullneti, edhe me investu, me pas kohë dhe me pa ma larkë, pas një vizion, një strategji për talë, kështu që nuk e shofër si problematike, po si popull hezitojnë, se kemi qef pak me thonë që me kanë ma si popull, dhe që gjithkohë bo dikush ka qef me kanë më një pak ma special që i den me qaj, po në anën tjetër, me kalimin e kohës e kupton që kur ballafaqohet me mungesa ndryshme njerëzve, kur e shet që gjana ndryshme nuk me që kompliku vetes, tani e kupton që ma mirë që nga more ekipi me pas që të një ori se po alet se ka punën mu.
Nuk kom rrezikon kur gjë, përkundra si po më nimoj ka që ta me pas sukses këtë bashkë. Një mentalitet që do të me mbjellë, është shumë. Pikrisht. Edhe fillimisht fillon prej burimeve njerëzore, edhe është e rëndësishme edhe burime njerëzore me qenë njerëz që janë të kënaqur me punën për me transmetu. Çka ju ka mbajt juve 10 vjet në Merdian? Me që po e shoh që ke disponimin, kime vazhdu edhe shumë vjet tjera. Nëse më mbajnë, po. Po të regore. Knatësia jam punë është puna me njerëz, për kraja që thash zhvillimi, investime zhvillim njerëzve, sfidat që i kemi, e kështu me radhë, po puna me njerëz edhe kur ishe kolekt, kur je pjesë e një menaxhmenti që ti investon vazhdimisht dhe ishe kënaqësinë, ishe motivimin e njerëzve, kjo është diçka që ty si profesionist i burimeve njerëzore të bën muni, i kënaqur me punën tënde, edhe shtyn me bo hala më shumë, sepse mendon që ndoshta ajo vetëkënaqësia nuk është e mirë, gjithmonë e ki motivin që me bo më shumë, me bo diçka mi pa thjesht njerëz të lumtur, edhe thjesht kur e kanë lumturinë dhe motivimin ata kanë me pru suksese më të madhe, sepse një njeri cili në vendin e punës, një jetë i respektum, i motivum, i pagu mirë. Gjitha ato, ai ka me trajtu në rysha atë vend punës, nuk ka me pas vetëm një orar me thonë unë e vi 8-4, po ka me mundu ta quj që ndoshta si për shpinë vetë me bo diçka. Gjithmonë respekti që e tham, ka me tërhek respekt dhe sukses e kështu më radhë. Shpesh kur flasim edhe te kjo kënaqësia dhe lumturia në punë, shpesh njerëzit kur kanë probleme ose diçka që ju preokupon për një kohë gjatë, hezitojnë me shku me trokite dera e burimeve njerëzore apo me taku shefin apo me burime njerëzore, shohim vetëm momentin kur vendosin me u largu prej punës. Sa është e rëndësishme na me u ndit lirë me i shpreh ato mendime deri para se më ardhte vendimi fundit. Jo, rëndësishme është tepër e rëndësishme që njeri mundi i lirë, kjo ndërlidhet me kulturën e kompanisë. Kjo është faktori, një ndër faktorët kyç tjerë është që përderisa personi ndihet i lirë me shprehni pak kënaqësi. Atëra ajo ka më ndihmu që mos zgjidh ai problem, sepse jo çdo herë është çdo gjë me lule, çdo gjë është mirë, për shembull mundesh me pas një menaxher i cili ndoshta nuk është i drejtë. Gjatë vlerësimit performancës mundet me pas anime të ndryshme. Për ata janë burimet njerëzore, ku kultura e kompanisë thotë që pse ankohesh është një departament, i cili me politika ka me mbrojt drejtën tënde. Nëse nuk gjen mirë kuptim me menaxherin, atëherë ka me ngritë si çështje në burime njerëzore, ajo pjesa ku stafi ka komentet e vet, pak kënaqësitë e kështu me radhë. Tash vlerësimet dhe mënyrë digjitale ku plotësohet prej stafit vet, prej menaxherit vet, shihen ato pikat e mosdakordimit, nëse nuk dakordohen finalisht, atëherë kjo shkon në procedurë të një nivel më i lartë të burimet njerëzore, ku shihet me u gjetë probleme, analizohet probleme dhe këta vazhdimisht e kemi ngritë në Meridian, ku njerëz janë të lirë, ndihen edhe që kjo është një faktor që edhe qëndrojnë edhe janë të motivuar, sepse janë të lirë me shprehni pa kënaqësi, që është shumë e rëndësishme. Nëse e shet që është një trajtim jo i drejtë, ose një ta quaj një mos pagesë se duhen, ose një bonusim nuk ka qenë i drejtë, nuk e ka kërku një trajnim, nuk ju ka dhënë, pa arsyeja pse e ju ka dhënë tjetrit, përshta jemi ne, me majtë një drejtësi, me politika, që kjo ndërlidhet që thash me kulturën, po kjo absolut e krijon burime njerëzore dhe janë pikërisht për qëta, që mos me leju me kanaj dallimi, unë jam shefi, dhe unë jam punëtori dhe kjo s'u zëmë e folën dhe në vazhdej. E që ta na investojmë trajnimet menaxhmentit që me qenë sa më të afërt me ekipën, me kuptu ata që sa më shumë që flet me stafin tonë, sa më i afër që janë atë aspekt sa më të lirë që janë me shfaq problemet, atëherë s'ka me pas ndoshta nevojë me mbri çështjet e burimit njerëz që kanë mos zgjedh brenda aty. Mirë po, ka raste ku nuk zgjidhen, na vim në pa, ku deri tani unë me sa mbaj me nuk është që s'keme arrit me zgjedh një problem. Ti thjesht duhet më ullë me diskutu dhe me pa. Njerë ka dhe i natë personale, ku i zgjedh aty për aty, po raste ndryshme, po kanë zgjidhje. Do vetëm është më rëndësi se me u kyç, me zgjedh probleme, me identifiku probleme, mos më marrë me të kaluar, po me pas zgjidhjen.
Do mënyra më e mirë që e dim është që mos u merr me ato që kanë ndodhur, hajde ta gjejmë një zgjidhje që i kënaq gjithë. Kur mbohen këto trajnime edhe veç mas me menaxher, aty shpesh janë ato aktivitete që bëhen pyetje që nxjerrin përgjigje, ku keni pa që edhe kur i keni zgjidh problemet, po ku mendon që kanë çalu më shumë menaxherat këtu na, kjo le të jetë edhe si një këshill edhe për ata menaxhera që nuk kanë pas mundësi me ndjek këto trajnime. Çka duhet me bëna me i ka përcy që ato defektet që i kemi si menaxhera? Apo qoftë edhe si punonës? Po, një menaxher duhet me kuptu, si këshill që duhet me kuptu që është përgjegjës, qoftë për një departament, qoftë për një vend ku e menaxhon është përgjegjës për proceset, po është përgjegjës edhe për njerëzit, për marrëvajtjen e procesit të punës, edhe motivimin e punëtorëve, edhe kështu me radhë. Kështu që nëse e trajton veten në mënyrë klasike që I'm the boss, unë jam shef dhe të tjerë du më nështru që ka thonë, atëherë kjo është një shkatrim e jote, qoftë afat shkurt, qoftë afat gjatë, po që ka me rezultu me një dështim tandin, mas pari si udhec. Pse? Sepse kemi irritu njerëz, nuk kemi afru njerëz, kemi pas një ekip jo të kënaqshëm, cilët deri në rastet caktuar kanë me kry punën jo dhe mirë, ku nashta ti për shkak që nashta në vende ndryshme s'ka burime njerëzore, s'ka do rregulla do mbikëqyrje, kanë me të largu njerëz, më zeki me thonë s'po kam punëtor. Po ti e fajtori që si e të pas punëtor. Votan ti ai që të vepru situatën, sepse ti me mos menaxhimin tënd, me çështjen tënde, me rigoroze, jetu e shkatru veten, vendin ku jetu punu, edhe të ardhmen e biznesit që ta kanë besu një pozitiv. Kështu që pozita, unë për eksperiencës tam e shoh që duhet më marrë si një përgjithësi, se da duhet më kryer në mënyrën më të mirë të mundshme, me ndihmën e tjerë, do të thonë, një lider, një menaxher për konceptit bazik është ai i cili koordinon njerëz të tjerë për më kryer punë të ndryshme. Ai i cili punon bashkë me ta, jep shembull, management by example, do me shembuj. Nëse për shkak që po çalon diçka, mos shko me thonë që kjo duhet më bëj kështu dhe u kry. Pa ka rëndësi mënyra tone. Jo, kam është çu provo dhe filloja bën e vet dhe shije atë magjin që ka më ndodhur kur ti fillon me bëu vetë çka më fillu me të përcjell njerëz. E ç'kjo është qelsi, ç'kjo është këshilla më e madhe që provo bën e vet kështu çka më bëu dhe ti se kur shohin ty se ne udhëhes që po e bën ti atëherë vetë ndërgjegja aty. Kam e shtyme bositi, me shembuj. Se fillon me lëndu dhe ndjenja, me emocione, me tone ndryshme, koha e toneve ka kalu. Apo tanë. Koha toneve janë bordet e mdhaja, me dyrt mbylluna, ku diskutohen temat mdhaja, është tjetër gjë. Mirë, po menaxhem, po flasëm në këto aspekte tjera, është që me shembuj, me butësi, nëse nuk kryjnë punë këtë këto, atëherë fillan një mënyrë tjetër, janë departamentet për kace, ku ti nuk i nevojë me marë. Ne gabojmë një sen. Jo e si popull shqiptar, po gjithkohë, nuk ka nevojë personalisht, nëse zoha me një menaxheri ose ti e menaxheri, unë punoj për ty, s'ke nevojë me marë personalisht sanet. Janë procedurat, detyrat dhe përgjegjësitë. Nëse unë nuk pi kry, e jep një vrejtje, janë politikat e brendshme që i bojnë burimet njerëzore. Vrejtja e ngritë si qashtë në burimet njerëzore dhe mirë mënyrë profesionale. Po, jo, me do mos na duhet me qenë armiq, edhe me urrë njëri tjetrin, sepse aspekti profesional është nështë na pim kafe mos punës. Unë në një rast domethënë që shokët e kanë larguar njëri tjetrin me punës, pa pet kanë pi kafe, po të mos me marrë, nga zame sa personale. E shto miksohen, aspekti personal e profesional, kur miksohen, këto është problematikë. A mund me pas burimet njerëzore me të mirë në punë? Burimet njerëzore, kjo është pyetje me qysh me thonë, Shqipëri e përdorë në shprehje. $1 milion. $1 milion. Dëgjom, burimet njerëzore janë mes të gjithë. Burimet njerëzore absolut nuk guxojnë me dhënë një mesazh që anojnë ka dikush. Do të me qenë shumë të kujdesshëm, nga nërë dhe profesionin të kërkon një gjatë tillë. Shumë do me pas kujdes në faktin që nëse ti anon kjo të burimet njerëzore nuk guxon me ndodhë. Absolut ti e personi i cili je me gjithë i afërt, personi i cili punon për gjithë dhe jenë shërbim gjithë dhe të anë në qëllime dhe përbashkë motivimin, politikat e kështu me radhë. Je ai personi që do me majtë drejtësim nëse ka shkeljet, politika o procedura. Po,
gabimi edhe kikshi që ti e bën, posaçërisht burime njerëzore, nëse pak anon aty, atëherë ti nuk je për atë. Për fatë kesh jeti defekti që duhet shumë analizua ta si qka po bërnë dhe realisht a dush me qetë mos aty ajo. Jo vetëm o thejtë si po gjithë ata që punojnë në burime njerëzore. Do me pas kujdes sepse departamenti burime njerëzore në shihet në atë aspekt që do në mban një balans mes procedurave, kënaqësisë punëtore dhe kërkesave të menaxhmentit për strategjinë e kompanisë se çka duhet në arritë. Po du të bëjë një pyetje që është goxha e diskutueshme në burime njerëzore, a do të me pas transparencë qoftë në çështjen e pagave te burimet njerëzore? Veç ma konkrete, transparencën kur e thunë në çfarë aspekti do të për shembull, me audit pagat e gjithëve apo thjesht duhet me mbajt pak ka edhe politikat kompanive që nuk ju lejohet me tregu pagat me shkëmbym me njëri tjetrin, ka disa përkrahën këtë teorinë që transparenca ndihmon, çush e shihni ju? Transparenca është më e mirë, do të thonë se për praktika burime njerëzore në kompani ndryshme, skema e pagave, e cila është e definuar, do të thonë qysh prej fillimit kur him punë, ndamjet, kategoritë e pozitave, shkallët, varet edhe kompania që krijon skemen. Po mënyra më e mirë është e transparente ku secili person e din cilën pozitë është, cilën kategori është dhe ku ka memri, edhe e sheh se ku ka memri. Pozita tjera ku ka memri. Kjo është mënyra më e mirë që mos me pas keq kuptime. Mastaj edhe periudat për shembull, nëse ke filluar që një vit dikush tjetër është 2 vite, ka vlerësimin e performancës më të mirë, atëherë është një titull brenda pozitave që fillon si junior, mastaj po është një officer, senior e kështu me radhë. Po sa më transparent është aq më mirë. Kjo transparenca vjen sa më mirë që ti organizon skemën e pagave, skemën e benefiteve. Sa më definuar që e ki mirë, problemet i ki më pak sepse secili e ka informatën se ku fillon, ku mrin, çka e pret. Edhe politikën e bonusëve, edhe politikën e saj, edhe je shumë komod dhe rahat. Nëse fillon me dhon paga sipas dëshirës dhe se ta merr mendja apo kupton, ajo është problematik, mos nëse njerëz flasim, posaçërisht në Kosovë, pyetja poshtë apo njerëz sa ki rrogën. Me politika, me gjana. A mendon që do të më ikë kjo pyetja sa ki rrogën? Kjo pyetje absolutisht do të më ikë. Edhe në pajtona. Problemin që ti ke kanë edhe në familje ki, me antar familjes, me kushëri, kështu me radhë kudo që shkon paguhesh mirë sa ki rrogën sa ne. Edhe tani ton kontave, hajtë se ti. Pse do të më treguone ose kolegët, nuk do të më tregu. Pra duhet më hek kjo gjë. Sepse në Kosovë ka qenë pak e normalizuar kjo çështja që koleg me ditë pagën e njëri tjetrit, që këtë familja me ditë pagën. Nëse s'ka strukturë, e përmenda, nëse s'ka strukturë dhe paga tipën forma tilla, atëherë është një diçka që nuk duhet më diskutuar me qenë personale. Apo kupton? Përse është strukturë definuar mirë, do në prej fillimit, aja ti lehtëson ty mos më ballafaqu me probleme tilla. Këtë varet prej politikës dhe strukturimit kompanisë që e bën në aspekte tilla. Thash, transparencë më e madhe, më mirë është për derisa ki po janë edhe pozita që ti për shembull nuk mundesh nivelet më të larta apo flas drejtorëve apo diçka, tu i kanë format e tjera që paguhen, ki praktika ndryshme në botë që paguhen me aksione, ki me bonusime ndryshme, aty janë gjëra tjera, mirë po flas për këto tjera në pozitat. Mendoj që mos me leju keq kuptime është më e mirë sepse e din e ki skemën e rrogave kështu me radhë e shumë rahat. Folëm shumë aspekte të qëndruarit në punë të menaxhimit, punonjësve, po du më kthy te një pikë alama fillestare, sepse po mendoj që mendimi është shumë i vlefshëm. Gjithë ata që vazhdimisht aplikojnë në vendet punës, cila është mendon Chelsea që duhet na më përgatit për një intervistë punës, që mundemi na shkurt çip mja mush mendjen një rekruteri, një punonjës i burimeve njerëzore se ne e meritojmë atë pozitë. Kjo fillon për diçka shumë të vogël. Shumë është më rëndësi mënyra që aplikon. Nëse kompania ka sisteme me apliku me CV përmes e-mailit, nëse s'ka investu në programe ku ti ke vendos një standard, cilat fusha duhet më plotësu, cilat informata, kështu me radhë. Më spari një send që tash për bazike, e-maili, çfarë e-maili e ki.
nuk du me përmend tash ndryshme, po që aty do në jepë dhe një seriozitet, pi bazikës më të voglës. Masnej, formimi i CV-s nëse dërgon CV, ki templatat ndryshëm se qysh me u dok ma serios, mos me hin detaj me shkru job description që ke bo, po pikat kryesore, po flas pe hapa të fillimit, që ke fillu me apliku tashmërina dhe deri te intervista. Këtu e në disa detajet vogla, mas ne një cover letter të mirë, dhe pse është largu në është api praktika, po tim me qata, për shprej në interesim pak më të madh se pse po aplikon për qatë pozitë. Pra edhe është mirë edhe nëse nuk kërkohet një letër motivuese që edhe një nëse nuk kërkohet, për nëse nuk ka pozitë hapën, është shumë e rëndësishme që për shembull mu prej praktikave se sa vite më ka ndodhur. Nëse dikush e ka shkru në email te emaili i burimeve rezore të na, s'ka pas pozitë hapun, po e ka artikuluar çmirë në CV shumë profesionale, edhe ka thonë tarmë nëse keni hapësi diçka, e kemi thirrë, sepse ai ka qysh me thonë, të ka tërhek me shkrimin, me seriozitetin, që ka, edhe me interesimin. që ti me interesimin e vetë. Ai që aty është faqë interesimin, në mënyra që ka artikulu që ata, ai të ka tërhek ty që ti me lanë me një listë, sepse na i shikojmë gjitha, na nuk është që nuk i shikojmë, tash mos keq kuptohemi, na i shikojmë gjitha, po ajo ta lëni për shtypje ndryshe, edhe pse s'ki pozita, e thotë unë du me punu, tardhën, normal që ti ki me pas dhe ka me të mbetë, sepse ai ka ato. Tash po flasëm, aplikimi, bot, kur ka shumë e rëndësi të dhanë, këtu e në sene bazike, pra po thanë, përshë qojnë shumë pesh, mënyra se si qëndran, mënyra se si flet. Ki raste që si vinë dikush ta shkruan perfekt, ta shkruan një cover letter, po kur shkon atje, e shpreja turke haberi, nuk e ki idenë se për çka je tu intervistuar, ti gjatë 2-3 pyetjeve kupton që nuk është diçka, mu interesu pak për kompaninë, me ditë për shka ke apliku, me ditë qëllimin tënë, me tregu sa ma shumë si shka ti munsh me kontribu, për dirisa shkërku një pozitë profesionale, se këtë entry level që në pozita tjera, mjafton me qenë entuziasmi, dëshira jote dhe interesimi për kompaninë. Që ato gjana si ti shë rekruteri, personi bërinë e lezorit, ai sta shë vullnetin, interesimin të në entuziasmi normalisht që kanë me vo për shtype dhe kanë me trajtu po flasë për pozita që nuk kërkojnë eksperiencë, që janë fillime që pritet me mësu shumë e radhë, po pozita profesionale, nëse kërkohet një menaxher i shitjes, edhe ti e bën një CV jo të vërtet, edhe shkon atje edhe del në pas që ti me menaxhu s'ke menaxhu kur, as nuk e din se çka menaxhimi, as nuk e din ashta se çka është titja e tërë, qysh me bind ti rekruteri, në kupton? E përderisa je sa ma real, me CV-n, je sa ma real me aftësitë tua, je sa ma real me eksperiencën tënde, besoj që e kam vrejt. Vetë fjala që ti ka të bisedojsh në intervistë, ajo ka me të bind, edhe persona që i ki në anën tjetër të avërinës, që ti e din profesionin, ti ki vullnet, ti je interesum, ti dërë me kontribu dhe me pas sukses për veti. Të e ndisa gjanët që e përmenën për bazike dhe dërit e këto kryesorit që bojnë për shtype që ti me adhonë mundësi një personi tillë. A është rëndësishme gjithmonë me u vlerësu edhe përvoja qoftë menaxhim, a duhet ndonjëherë me rreziku edhe me jap mundësi edhe dikujt që nuk ka menaxhu ose dikujt të një fushë tjetër? Kjo varet, kjo varet prej pozitës dhe varet prej kohës se sa kiti me përmbush, kur si e i gatshëm dhe i përgatitun, që i përmenëm planin marrë, nëse ke planifiku mirë dhe si e përngut, po, në është e mundësin dikut sepse i vren disa karakteristika tjera që përshtatet me kulturën, shumë është më rëndësia, edhe karakteri edhe qasja, që përshtatet me kulturën e kompanisë që e gradualisht me do investimet, menaxhimit, mundet me qenë shumë e mirë se ndoshta me një qasje tjetër menaxheriale që është ta quj ma rigoroze, ma ndryshme. Jo me do e mos, me çdo kush du të me qenë vetëm eksperiencën që atë fush direkt. Pjo afromi shumë shpejt, biseda po shkon shumë rrjedhshëm edhe pjo afromi edhe fundit, çka është ndoshta ato parimet që ju kanë ndjek gjithmonë juve edhe që ju kanë bërë profesional në fushën në cilën jeni edhe që u kshep edhe si këshill edhe qoftë punonjës zyrtarëve të ri të fushës së HR-it apo thjesht atyre që hyjnë në tregun e punës? Punonjësit e HR-it, përsa që është ri, është me dashur këtë profesion, me dashur këtë punë, sepse
pa marrë parasysh se a vlerësohet prej njerëzve kështu me radhë. Ti duhet me dash sepse je faktor kyç që i ndihmon menaxhmentit kompanisë prej planifikimit e deri në zhvillim në sukses. Me dash me çdo kusht punën me njerëz, politika që i përmendëm, benefite, me dash punën me u ndihmu njerëzve me zhvillu profesionalisht. Kjo është e kënaqësia që ta dhuron burimet njerëzore. Përderisa kime bo që ta që pe dën, atër ajo shpreja, s'kime punu as një ditë, që dhërë në një ka bo një punë që pe dën, kështu që në këtë aspekt, me dash punën me njerëz, me u ndihmu njerëzve, me i zhvillu e kështu me radhë, sepse që aty ti e vrejnë atë suksesin të në e kënaqësinë punë. Çka ju ka përmbush juve personalisht mas shumë të fushën e burimeve njerëzore? Shumë sene. Nuk e di tash me fillu, në fushën e burimeve njerëzore përmend edhe më herët një ndër pyetjet që e bone. Puna me njerëz, zgjedhja probleme. Vjen në një lloj psikologjie është puna me njerëz, ndihma ndaj njerëzve, çaj balanci i kërkesave menaxhmentit edhe zhvillimit stafit që më arrit objektivat, strategjitë tonë të kompanisë kështu me radhë. Kjo është edhe që t'jep një kënaqësi dhe një motivim që me të mbajt edhe me shku përpara. Kjo është diçka e jashtëzakonshme kur e bën me zemër, kur e don, kur e ki vizjon, edhe don me vazhdu. Faleminderit shumë, shpresoj që gjithë karrierën kime vazhdu kështu me vizion edhe të bë punën me zemër, për shkak se mendoj që kjo ka më motivu edhe ata që punojnë me juve, ata që dëgjojnë edhe ata që kanë rastin me juve që me dash punën edhe me mbjell pikërisht çat dëshirën për punën edhe për vendin ku punon. Është shumë e rëndësishme veçmas me dash kompaninë ku punon, se përndryshe nuk mundesh me rezistu edhe nuk mundesh me punu gjatë të i shërby edhe të mbjell këto, sepse shpesh unë kom pas rast me pa dhe menaxhera në punë që e shpërndajnë pak atë negativitetin që këtu që 10 vjetë su bo kur gja, që këtu edhe edhe është rëndësishme me pas pikrish kësi drejtues që e mbjellin dëshiren për punë edhe të nivellet më të ulta të pozitave. Unë thëmë, kër e dëm punën, nuk pret me thasht su bo kur gja. Jeti ai që merë actions, do vendime, do veprime, cilat e ndryshon situatën edhe nuk sheh veç negativisht. Është shumë me rëndësi kjo që e përmendë për fund, po është tepër me rëndësi njerëz me mendu pozitivisht, me pa bardh, mos me pa vezë. Menduarit pozitiv, i bën mirë vetës tënde, të menu mirë, i bën edhe rrethit ku je, edhe të ardhmës tënde. Kështu që sa më shumë pozitivitet për të rit që the, posaçërisht po edhe për njerëz që qëndrojnë gjatë e kështu me radhë. Jo gjithmonë me pritë si su bo kur gjë, okej, po pse su bo? A ke bo ti diçka me ndryshu? A i ke dhonë dikuj motivim që a i me shtyja? A i ke dhonë bindjen që ata njerëz du të mu mbështet në ty? Ta po këpëtan? Jo e të më thonë, s'po shkoj ka gjështu, atër pse pa qëndrëm, bro? Tash ku është problemi? A je ti, a janë ata? Është gëgja. Edhe është mirë kur qëndran, nëse s'mundesh me bë mirë, bile mos i bë dam kompanisë, është shumë rëndësishme. Pikërisht nëse nuk mundesh me bë mirë, mos bë keq. Do bë mirë. Përpiqu me bë mirë. Nëse s'mundesh me bë mirë, atëherë at least mos bë keq. Atëherë rri indiferent. Rri indiferent dhe investon veten, investon ngritjen tënde profesionale, investon fushat ndryshme, nëse nuk je tu e gjithë veten çat fushat, atëherë provoj një fushë tjetër brenda kompanisë. Ata është tema, pe lidh temën, kërkoj falje, po ti nëse je të punu me një departament, po studimet i ki ndryshe dhe gjenë vetën dhe provoje në konkurset brendshme, provoje vetën, shprej interesimin të burimet njerëzore. Unë jam ballavaçu me kësi kërkesa që e ke lanë, e ke prit. Ne jem shumë atë kënaqur kur politika jonë Meridian është njerëz të brendshëm me ngrit. Pozita ndryshme, para si me dalë me një konkurs jashtë dhe me dërgu Kosova gjobin me lodë Arionin, neve para prakisht ju lumtojmë talentat e brendshëm. Dojmë me nxjerrë më të mirën për brenda dhe kemi pas shumë raste. Besëm, kemi pas shumë raste, sepse kemi gjetja, kemi dhënë një mundësi njerit, edhe ka gjetë vetën shumë më mirë, sepse ka dosh më ngrit. Unë e përmenda vetë, kom qenë
po kthehena në fillim, në Digital Archive, në arkiva digjitale, kalova në prokurim, kalova në burime njëzor, pak interesimin ata me gjetë vetën ku po përshtatesh. Ajo është shumë e rëndësishme. Ndonjëherë ti është përshtatesh me një departament më shumë, më shumë gjëra të përbashkëta, dhe këtë motivon edhe me jep më të mirën edhe. Pikërisht më të mirën, dhe jema i kënaqur, jema i kënaqur. Lulja për me qel i nevojitet në një ambient më i përshtatshëm, kjo është gjithmonë. Po, nuk i kryem punë veçuri. Faleminderit shumë që erdhe dhe faleminderit për gjithçka që na tregove. Kisha pas qef sa më shpesh me të ftu dhe sa më shpesh me nda këshilla të tilla që me i motivu tjerë dhe me mësu, që mujnë me mësu edhe prej vetë përvojës suj. Faleminderit edhe njerë për ftesën, është gjithmonë kënaqësi me qenë prezent në ftesat e juja edhe me mundu me eksperiencat tona që i kemi me dhon kontributin ton, sa do i vogël apo i madh që është. Faleminderit. Shikues të dashur, pra kemi ndjekur kështu intervistën me Abdulkerim Ratkocirin, edhe unë po e përmbylli këtë podcast me mesazhin që u mundu me përcjell nga gjithë përvojat e tij që shpërndajeni të mirën, duajeni punën, edhe shpërndani dashurinë për njëri tjetrin edhe për punën, sepse kështu e bëjmë një mjedis sa më pozitiv të vendit ku ne e kalojmë pjesën më të madhe të ditës. Ne takohemi me podcastin e radhës me mysafirët tanë, që shpresoj që do të jenë kaq motivues sa ky sot.